Ne do të marrim edhe qëndrimin nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut për të kuptuar se cila është e vërteta edhe e kësaj force politike në lidhje me çfarë kanë deklaruar gjatë ditës së sotme apo edhe me çfarë ka deklaruar tani zoti Izet Mexhiti, i cili tha se BDI-a ka qenë e gjitha pra në qeveri edhe me ministra edhe me kryeministër teknik, siç ka qenë Talla Xhaferi dhe nuk e ka marrë mundimin për ta zbatuar diçka të tillë. Do të lidhem me Arber Ademin, sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, rreth 10 minuta zgjatëm me Izet Mexhitin në kohë barabartë dhe për qenë transparent me teleshikuesit dhe me ju, zoti Ademi, pak a shumë aq kemi në dispozicion edhe së bashku. Mirëmbrëma si fillim, faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kisha të ftuar zotin Izet Mexhiti, po u treguara teleshikuesve, ata na ndoqën që tha se BDI-a ishte në pushtet, ka arritur të marrë edhe kryeministrin si kryeministër teknik Talla Xhaferi, por asnjëherë nuk e vuri ujë në zjarr për të zbatuar këtë të drejtë që studentët e kërkojnë tani. Cili është qëndrimi juaj për protestën dhe për këto akuza politike, zoti Ademi? Në radhë të parë, akuzat këtilla nuk qëndrojnë, por arsye se pikërisht ishte Bashkimi Demokratik për Integrim, në të cilën parti Izet Mexhiti ka qenë deri më vitin 2023. Po. Pra më tepër se 20 vite, Izet Mexhiti ka qenë nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Në qoftë se dikush mbart faj për diçka nga e kaluara, është pikërisht zoti Izet Mexhiti që duhet të jep përgjegjësi. Ndërsa unë në Bashkimin Demokratik për Integrim jam kyçur më vitin 2022, në qoftë se vlerësojmë personalisht. Po. Dhe dalja nga Bashkimi Demokratik për Integrim e disa politikanëve sot që janë të përgdhelur të maqedonasve, që pa legitimitet janë në qeveri, nuk është bërë për shkaqe ideologjike, konceptuale, kombëtare. Po. Por është bërë pikërisht sepse nuk janë bë ministra, zëvendës kryeministra, pse nuk kanë marrë drejtimin e partisë, e kështu me radhë, forcërisht drejtimin e partisë. Dhe kur jemi të Bashkimi Demokratik për Integrim, ju lutem se opinioni në Shqipëri besoj se ka të rëndësishme ta di, se nga viti 2001 ne lufta u ndërprej më vitin 2001 me marrëveshjen paqësore të Ohrit. Prej se ka ardhur në qeverisje ky pushtet, to parti politike, fatkeqësisht kemi aty edhe disa shqiptarë të cilët nuk e gëzojnë legitimitetin e shqiptarëve. Megjithëse rregulli thotë se fituesit e shqiptarët duhet të jenë në qeveri, e që të merr dikush si humbës e të shkel legitimitetin e shqiptarëve, me siguri ka një arsye të fortë që ju merr në qeveri pa patur mbështetjen e shqiptarëve. E arsyeja këtu është për të demontuar, për të shkërmoqur tërësisht marrëveshjen paqësore të Ohrit. Marrëveshje e cila është arritur me gjak, me sakrificë dhe me shumë punë për 20 e sa vite. Sa i përket ligjit për gjuhën. Po. Unë dëshiroj që mos lejojmë të manipulojnë zyrtarët këtill të cilët nuk guxojnë të dalin as në protesta pa leje të Stojilkovicit. Stojilkovicin sot zotëri e keni zëvendës kryeministër për implementimin e marrëveshjes paqësore të Ohrit. Paramendoj, nga viti 2002 e këndej, gjithmonë ka qenë shqiptar zëvendës kryeministër. Sot, për herë të parë në historinë pluraliste të Maqedonisë, e keni një serb me bindje pro-putiniste, i cili është përgjegjës për zbatimin e marrëveshjes paqësore të Ohrit. E qartë, ju lutem, zoti Ademi, po, se thjesht dohet të përqendrohesha fillimisht tek protesta dhe më pas keni kohë në dispozicion për të folur edhe për këto që ju thoni. Tani ndoshta nuk ka nevojë ta thot Izet Mexhiti apo dikush tjetër, por pyetja që lind në këtë moment është si ka mundësi që u kujtuam studentët apo faktorë shqiptar apo kushte tjetër që ky provim i jurisprudencës në gjuhën shqipe të bëhet këtë vit, ndërkohë që gjatë 20 viteve të fundit është dhënë në gjuhën maqedonase, apo për të kërkuar të drejtat nuk është kohë vonë. Pikëspori nuk është vonë për të kërkuar të drejtat, po çështja thelbësore këtu e dini cila është. Ligji për gjuhën shqipe është sjellë më vitin 2019. Deri më vitin 2020 ka patur proces të harmonizimit. Para vitit 2020 nuk kemi patur një zgjidhje të këtillë ligjore. Prandaj nuk duhet ta manipulojmë opinionin me deklaratat këtilla se për 20-30 vite. Shqiptarët kanë luftuar për këtë ligj, i cili nga viti 2020 të gjitha institucionet është dashur që të veprojnë.
Nga viti 2020, shqiptarët kanë krijuar institucione të reja për të siguruar implementimin e gjuhës shqipe. Agjencinë për zbatimin e gjuhës shqipe, Inspektoratin për zbatimin e gjuhës shqipe. Pikërisht sot, këto institucione të cilët ne i kemi ngritur, pikërisht këto kanë konstatuar shkelje ligjore të ministri aktual Filkov. Inspektorati i gjuhës shqipe ka konstatuar, institucion të cilën ne e kemi ngritur si shtet, se ne kemi punuar për zgjidhje sistemore. Nga viti 2020 e këtej, është fakt se nuk është dhënë në gjuhën shqipe, është fakt i pamohueshëm dhe këtë se mohon kur. Por asnjëherë këta përfaqësues që sot trumbetojnë kështu, as ta kur nuk e kanë ngritur këtë çështje. Mirë, po ka një arsye. Ka një arsye për arsye se shtetit i është dashur që të plotësoj kapacitetet, resurset për të siguruar zbatim konsekuent të ligjit. A ka dhe çështje tjera? Ku nuk respektohet ligji për gjuhën shqipe? Ka shkresat mjekësore, shkresat e bankës popullore, aktet notariale, të përmbaruesve, të avokatëve, e kështu me radhë. Të gjitha këto çështje janë të rregulluara me ligjin që e kemi sjellë ne. Prandaj sot studentët nuk po protestojnë vetëm për provimin e jurisprudencës. Studentët me zë me figurë kanë thënë provimi i jurisprudencës është çështje teknike për cilën s'duam as që të diskutojmë. Tash po protestojnë studentët për respektimin e ligjit për gjuhën shqipe, i cili ligj sot nuk po respektohet në më tepër institucione. E qartë. Ndërkohë, zoti Ademi, ju jeni të përfshirë si BDI, si Bashkim Demokratik për Integrim drejt për së drejti tek mbështetja e studentëve, ndoshta tek mbështetje edhe teknike, duke marrë parasysh faktin se zoti Mexhiti akuzoi se një pjesë e tyre janë të përdorur politikisht? Për hir të informimit të drejtë të opinionit. Po. Këtu ka 3 parti të cilët nuk janë të kyçur në këtë protest. Mbështetje e kam fjalën. Po. Është VMRO DPMN-ja, një parti nacionaliste tjetër maqedonase ZNAM, e quajtur ZNAM, dhe është ky Frankensteini politik i quajtur Vlen. Pra, protestën nuk e mbështet serbi pro-putinist Stojlković, ministri drejtësisë Filkov dhe këta që flasin shqip, po një hap nuk e bëjnë pa leje të padronit të tyre Maqedonas. E qartë. Kjo është e vërteta. Ju mendoni se studentët prej qefit janë ngritur në protest? Ju mendoni se kërkesat e tyre nuk janë legjitime? Pra pyetja thelbësore. Me zotin Arber Ademi, sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, jemi duke ndarë këto minuta në lidhje me zhvillimet që kanë të bëjnë me protestën në Maqedoninë e Veriut nga ana e studentëve, e cila sipas Ademit dhe kësaj force politike nuk është vetëm një protestë tashmë që ka të bëjë me provimin e jurisprudencës që ata kërkojnë të jepet në gjuhën shqipe, por për gjuhën shqipe në përgjithësi, ligji për të cilin është sjellë në vitin 2019 ka deklaruar ai, ndërsa Ademi tha se nuk po respektohet ligji për gjuhën shqipe, teksa ka akuzuar partinë Vlen që tani drejtohet nga Izet Mexhiti, ish zëvendës kryeministër dhe kryetari i komunës së Çajiri dhe Bilal Kasami, si një forcë politike e cila është arrestuar me serbët dhe nuk po e mbështet protestën e drejtë të shqiptarëve dhe të gjithë bashkëdhetarëve tanë atje. Kjo është protesta e dytë që mbahet pas asaj të prillit, ndërsa tani është raportuar të ketë një numër më të lartë të protestuesve dhe të studentëve, të cilët kanë shkuar jo vetëm nga Shkupi, por edhe nga qytetet e tjera të Maqedonisë së Veriut, në të cilat pjesën më të madhe të tyre e kanë pra me shqiptar, teksa me zotin Ademi jam sërish në transmetim të drejt për drejt. Zoti Ademi, si ju duket takimi që ka patur përfaqësia e Vlen në qeveri me kryeministin Hristian Micovski, të cilët premtojnë se është dhënë pra fjala që provimet, po gjithashtu jo vetëm për jurisprudencën, por edhe për disa profesionet të tjera, licencat shumë shpejt do t'jepen në gjuhën shqipe. I besoni këtij premtimi? Po sigurisht se nuk i besojmë këtij premtimi, për arsye se ka 2 vite aktivisht që studentët e kërkojnë këtë të drejtë ligjore. Dhe këtu ka patur një kakofoni qëndrimesh prej qeverisë. Ato thonin nuk kanë të drejtë ligjore studentët, dilnin të nesërmen thonin kanë të drejtë ligjore, dhe merrni edhe shikoni sot ministri i drejtësisë se çka ka deklaruar. Edhe pas atij takimi. Ai i kanë zgjedhur zbuluar, ka thënë asnjëherë nuk do të lejoj me këtë kushtetutë dhe me këtë kornizë ligjore
zbatimin e gjuhës shqipe. Gjë që nuk ka të drejtë, pra po e them, institucioni shtetëror i quajtur Inspektorat për zbatimin e gjuhëve ka konstatuar se ky ministër para 1 muaji e gjys ka konstatuar, po e shkel ligjin me 2 këmbë. E bardha e zeza mbi të bardhë është vendosur. Dhe bëhen sikur nuk dëgjojnë, bëhen sikur nuk shikojnë, bëhen të shurdhur ndaj kërkesave të studentëve. Dhe nuk është provimi i jurisprudencës prapë në pyetje. Ju e dini se ende është aktive para gjykatës kushtetuese kontestimi i gjuhës shqipe, ligjit për gjuhën shqipe në tërësi. Para 2 vitesh ne organizuam protesta dhe vetëm se u prolongu vendimarrja për këtë çështje. Studentët sot shikoni pankartët, lexojini fjalimet. Nuk po e kërkojnë vetëm provimin e jurisprudencës. Ajo çështje ju takon me ligj. Pa ata janë çuar në këmbë edhe kundër gjykatës kushtetuese, të cilët ata e kualifikojnë, pra studentët e kualifikojnë si gjykatë politike e Maqedonisë, si gjykatë destabilizuese e Maqedonisë. 75 faqe është plani i tyre, referati i tyre për masakrimin e gjuhës shqipe. Atë referat ne e kemi shpërndar në opinion. E kemi zbardhur planin e tyre o gurzi kundër Shqipes. Njëjt na dëmtuan me shfuqizimin e balancusit, gjykata kushtetuese, me fshirjen e diasporës. Tash është rastet e Hagës ku krerët e UÇK-s dëshirojnë që ta abrogojnë ligjin për amnesti kjo gjykatë kushtetuese. Rrugët shqipe, me emërtime shqipe në Tetov, e kanë në procedurë për ta abroguar. Pra ajo çka po ndodh në Maqedoni të Veriut është shkërmoqe, masakrim dhe shfuqizim total i marrëveshjes paqësore të Ohrit. E qartë, zoti Ademi, kam edhe 2 çështje të tjera shkurtimisht se jam në limitet kohore. E para, sa u takon studentëve shqiptarë që janë ndaluar, megjithatë ka qenë vetëm një autobus me 20 studentë që nuk u ndaluan për shkak se nuk do të lejoheshin tek protesta, por thjesht u shmang një përplasje me disa tifozë, me sa kuptova ultras të një skuadre maqedonase. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Pra studentët shqiptarë nga Shqipëria na kanë kontaktuar ne dhe na kanë treguar lokacionin se ku janë duke i dërguar. Po. Ajo ishte krejtësisht në një qytet tjetër larg Shkupit. Sikur ne të nisemi për në Tiranë e ju të vendosni të na dërgoni neve në Elbasan apo në Fier apo në Shkodër. Edhe pas reagimeve tona duke i orientuar se gabim po ju çojnë në atë qytet. Nuk është ai qytet, ata kanë qenë në Shkup. Kanë qenë vetëm 2 kilometra larg vendit ku duhej të mbaj protesta dhe ku mbaj protesta. Po me qëllim e kanë bërë. Ju studentët e Shqipërisë mund t'i kontaktoni vetë, ata vetë dua thonë qëndrimin e kanë tërhequr zvarr njërin prej tyre, ashtu siç na ka informuar ne, vetëm se ka kërkuar të ndalojnë dhe mos t'i dërgojnë në atë destinacion, po t'i kthejnë aty për ku janë nisur. Thjesht kushtimisht janë marrë peng nga policia, vetëm mos të arrijnë në destinacionin e duhur. E njëjta ndodhi në pikën kufitare, në Blllat, në Dibër. A mendoni se është rastësi? E njëjta u ndodhi studentëve shqiptar nga Kosova në pikën kufitare në Bllac. Njëjtë. Nuk me orë pritën që të hyjnë në Maqedoni. A mendoni se është rastësi? Po për kë janë këto storje fëmish? Për mbar opinionin? Mos ne ju lutem. Dhe për ta mbyllur zoti Ademi, si ka ndikuar përfshirja e Albin Kurtit në politikën në Maqedoninë e Veriut? Përfshirje që e pam edhe tek kongresi i vlen fizikisht, por gjithashtu edhe me kandidat në zgjedhjet e fundit atje. Merrni deklaratat e Albin Kurtit kur thotë se studentët gjithmonë kanë të drejtë, po të protestojnë edhe 2 studentë, ata 2 studentë kanë të drejtë. Deklarata publike ndër vite që i ka thënë. Vetëm sot hesht, kur me mira student kërkojnë shqiptar, kërkojnë një të drejtë që u takon, është më tashmë me ligj. Na ka bërë dëmet mëdha mor vëlla, duke thënë se gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare. Janë fjalët e Albin Kurtit në publik të thënuna krah për krah me Mickoskin. Mos ne mordhëzër, nëse nuk mund të na bëni mirë, mos na dëmtoni.
se këto me jetë njerëzve janë paguajt këto të arritura. Kështu që i mbetet Zotit Kurti të reflektoj e të shpjegohet përpara opinionit, sepse nuk po i mbështet jo 2, jo 2000, po 12.000 protestues sot shqiptar, student shqiptar, të cilët ishin në protestën e Shkupit. Shumë faleminderit për këto minuta, zoti Ademi. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe për ne. Ishim me Arber Ademin, sekretarin e përgjithshëm të BDI-s, ne ndahemi për shumë pak dhe rikthehemi më pas në transmetim të drejt për drejt dhe flasim për zhvillimet e aktualitetit në Shqipëri.